Një skenë e pazakont ka ndodhur në një nga rrugët më të populluara të kryeqytetit George W. Bush, ku 68 vjeçari Edvar Agadhiu është rrëmbyer në mes të ditës nga 3 persona që e futën me forcë në një makinë. Autorët Clinton dhe Sulejman Sina, përkatësisht 21 dhe 31 vjeç, së bashku me 21 vjeçarin Hidayet Mashollari, e kanë transportuar drejt fshatit Kakunj në kufi me Elbasanin, ku e mbajtën të izoluar për 5 orë në një banesë braktisur. Ngjarja nisi pas një konflikti verbal në rrugë, ku autorët e marrjes pretendojnë se Agadhiu kishte ngacmuar të fejuarin e njërit prej tyre, 32 vjeçaren Nikoleta Begolli. Viktima ka mohuar çdo akuzë, duke thënë se e njihte gruan, por nuk kishte patur asnjë sjellje të pahishme ndaj saj. Pavarësisht kësaj, ai është lidhur dhe shkërcënuar me jetë, ndërsa autorët kanë kontaktuar bashkëshorten e tij duke i kërkuar një shumë prej 2 milion lekësh për lirimin e tij. Gruaja e viktimës ka pranuar të dorëzojë paratë në zonën e Saukut, ku është takuar me 57 vjeçarin Bajram Ibraliu, i cili mori shumën e kërkuar. Policia ka ndërhyrë me njëherë pas kallëzimit dhe falpamjeve të kamerave të sigurisë, ka bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e 5 personave të përfshirë në këtë ngjarje të rëndë. Nga kontrollet janë sekuestruar rreth 1.7 milion lekë, të dyshuara si të marra përmes shantazhit, si dhe lritari me cilën ishte lidhur 68 vjeçari. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta për shkak të mënyrës brutale dhe vendit ku ndodhi rrëmbimi, në një zonë të populluar në Tiranë dhe në mes të ditës. Hetimet për këtë rast po vazhdojnë ndërsa të arrestuarit do të përballen me akuza të rënda për rrëmbim personi dhe shantazh me qëllim përfitimi.